Ore si a bën njeriu kur jeta vështirësohet, ose kur lëndohet, ose kur ngarkohet me 100 gjëra? A qëndron akoma i fort në Zotin? A vazhdon të besoj akoma? Ose një pyetje personale që dua të bëj ty sot, a të ka ndodhur diçka në jetën tënde që po të pengon të besosh plotësisht te Perëndia? Shiko, ajo që besojmë në lidhje me Perëndin na ndikon në shumë drejtime. E pranojmë apo jo? Ajo që besojmë në lidhje me Perëndin na ndikon në shumë drejtime. Mënyrën si mendojmë për veten, na ndikon identitetin, na ndikon anën morale, na ndikon si sillemi, si trajtojmë të tjerët, si japim dashuri, si japim falje, na ndikon të ardhmen, na ndikon përjetësinë. Shiko, ajo që mendojmë dhe besojmë në lidhje me Perëndin na ndikon çdo gjë. Na ndikon shumë. Prandaj sot do fillojmë një seri të re që është me 4 pjesë e do na shoqëroj për 4 diela që quhet Themelet e forta. Edhe bazën e di ku do e ketë, sigurisht nga vargjet nga shkrimi, po bazën do e ketë kredoja e apostujve. Kredoja e apostujve është si diçka që e harruar ose ka zënë pluhur, por thekson gjërat bazike që besonin krishterët që atëherë, që në kryt kohës, që në fillimin. Kështu që do jetë një seri shumë ndryshe, edhe uroj shumë që do të ndihmojnë në shumë këmbështrime. Ndoshta na njëri s'ka gjufare për këtë kredo e apostujve. Çfarë është kjo kredo e apostujve? Në fakt është një shpallje besimi që ka ndikuar edhe formuar të krishterë dhe kishën e krishterë ndër shekuj. Edhe është e bukur është kjo kredo. Është ndër shekuj, është cituar në sallat e gjyqeve. Është kënduar në përburgje. Është shpallur në për katedrale, është përshpëritur si lutje kur krishterët ekzekutoheshin. Nëse i bë kurioz mjaftueshëm, u të lexoj pjesën e parë të kredus, edhe kredo e apostujve fillon me këto fjalë. Unë besoj në Perëndin, Atin e gjithëpushtetshëm, Krijuesin e qiellit dhe tokës. Unë besoj në Jezu Krishtin, birin e Tij të vetëm, Zotin tonë. Edhe kjo shpallje shekullore, që do ta lexojmë të plotin çik më vonë, ishte shumë e fuqishme. Aq e fuqishme sa që njerëzit të ndryshëm jepnin jetën për këtë lloj besimi. Edhe sot kjo kredo besimi merr kuptim kur shikojmë botën edhe shikojmë edhe ne si krishterë që po ndikohemi dhe po konfuzohemi në lidhje me vlerat morale, apo bëjmë kompromise në fushat ndryshme, edhe sa herë që ka një lloj hutimi ose paqartësie, çfarë bëjmë? Kthehemi te themeli. Edhe për të krishterët, kredo e apostujve ka qenë themel që është testuar ndër shekuj edhe ka qëndruar e fortë. Kështu që ajo që do bëjmë gjatë këtyre 4 javëve, gati të shohim varg për varg. Të shohim Atin, të shohim çfarë thot për birin, çfarë thot për frymën e shejtë, edhe pjesët e tjera. Kështu që do sigurojmë shumë që do na fiksohet kredo e apostujve, nëse s'e ke dëgjuar asnjëherë. Nëse e vërejtë e kënduam si këngë, kështu faleminderit Arbiona, edhe Ernesti dhe Juglidi, e kënduam, por ajo që do të bëjmë, edhe do doja shumë që ta fiksonim këtë, jo si ritual, por si bindje, si besim personal në Perëndis, Krijuesit tonë, dhe kjo ka shumë rëndësi. Pse? Sepse ajo që mendojmë edhe besojmë në lidhje me Perëndin na ndikon çdo gjë. Na ndikon çdo gjë. Tash sa për kuriozitet, kush e di kredon e apostujve? Ka një që e dinte më para kredon e apostujve 1 dorë, 2 dorë, 3 dorë. Edhe shiko, për ty që je online, a do ta komentosh me unë e di, por bëje vetëm unë. Në fakt është pranuar si deklarat besimi ndër shekuj, gati nga gjitha kishat, madje edhe kishat katolike dhe ortodokse, u shkruajt në shekullin e 2, kur kisha që ishte kisha me K të madhe, që njife vetëm si kish, më vonë u nda kisha katolike, ortodokse, ungjillore, baptiste, karizmatike, metodiste, anglikane, edhe gjithë të pjesët e tjera, por u shkruajt atëherë ku kisha ishte kisha, edhe vetëm ajo ishte kisha. A t'ju themi sekret? T'ju themi sekret, po mos ja tregoni njeriu.
Credo e apostëve nuk u shkrua nga apostujt. E di pse? Sepse u shkrua në shekullin e dytë, që bia apostujt kishin vdek. Se kishin kalu shumë vite. Por, për shkak se u shkrua në bazë të mësimeve që ato lanë, u quajt e tillë. Edhe e di pse u shkrua, arsyeja kryesore u shkrua si kundër përgjigje ndaj mësimeve të rreme që po sillnin shumë përçarje në kish. Edhe në këto kohë ishte një mësim i tillë që quhej gnosticizmi. Edhe po e përçante kishën edhe njerëzit nuk po e dinin më të krishterët, ora çfarë besojmë ne, po ti çfarë beson, po unë çfarë besoj, dhe u bën shumë konfuz, kurse Credo e apostëve solli shumë unitet. Shumë unitet, edhe duke shpall ato që besonin dhe u stabilizu si doktrinë bazë që njerëzit e dinin çfarë besonin, njerëzit që kishin zgjedhur Krishtin. Edhe imagjino, kur Credoja e apostëve u stabilizua, krishterimi ishte ilegal. Krishterimi ishte diçka ilegale në shekullin e tretë, u pranua si besimi i gjithë perandërisë romake, por në shekullin e dytë ishte ilegale, po nëse ti do shpalli edhe thoje që jam i krishter, automatikisht do ishe në dënim nga perandëria romake që sundonte shumicën e botës, ose do rrieshe, ose do ekzekutoheshe vetëm pse je krishter. Ne habitërse që shekulli dytë, edhe sot e kësaj dite, në 2025, ka njerëz në përbot që rrihen, arrestohen dhe ekzekutohen vetëm për këtë gjë, vetëm se janë të Krishtit. Por kjo është tjetër mohabet, kështu që kur ata e citonin të krishterët e parë, nuk ishte kështu një poezi, apo një poem, apo diçka e bukur që e kishim mësuar në shkollë. Jo, ishte shpallje e besim, e lidhjes së tyre të ngushtë me Perëndin. Shiko çfarë besoj unë. Sepse është koha që ato nuk kishin Bibla që kemi ne, apo s'kishin Biblën me aplikacion të telefoni si që keti. Ato ishin në këtë lloj forme stabilizonin gjërat që besonin.